Largohesh nga vendi yt për një të ardhme më të mirë dhe sapo kalon kufirin, ti bëhesh pjesë e një databaze kriminale të krijuar për vrasës dhe përdhënues. Po, e dëgjuat sakt. Ky është realiteti i emigrantëve në SBA. Qeveria e Shteteve të Bashkuara mbledh mostra DNA nga çdo emigrant që kërkon azil apo që tenton të hyjë në mënyrë të palishme në tokën amerikane. Së fundmi në një raport të publikuar nga Wired, mësohet se dogana dhe mbrojtja e kufirit në SBA ka marrë mostra DNA nga mbi 133.000 fëmijë dhe të rinj emigrant, përfshirë këtu edhe një 4 vjeçar. Të dhënat e tyre gjenetike janë të ngarkuara në Kodis, një databazë kombëtare kriminale e drejtuar nga FBI, e cila shërben për t'i gjurmuar ato nëse kryejnë krimene të ardhme. Por e dini pse bëhet kjo mbikëqyrje gjenetike? Gjithçka nisi në vitin 2020, kur Departamenti i Drejtësisë i dha Departamentit të Sigurisë Kombëtare të drejtë të mbledh ADN-t nga kushdo që ndodhet në paraburgim, qoftë civil, qoftë i dënuar. Që nga ajo kohë deri në dhjetor të vitit 2024, dogana ka marrë mostra DNA nga 829.000 deri në 2.8 milion persona. Nga këta mbi 133.000 ishin fëmijë dhe adoleshent. Në teori, fëmijët nën 14 vjeç janë të përjashtuar. Në praktik, zyrtarët kanë diskrecion. Po flasim për qindra fëmijë, disa 10, 11 apo 12 vjeç, të gjithë të etiketuar si potencialisht të rrezikshëm, jo për atë që kanë bërë, por për atë që mund të bëjnë në të ardhmen. Sepse kush e di, në moshën 18 ti mund të jesh i rrezikshëm për demokracinë amerikane. Për më tepër, sipas të dhënave të doganës, shumica dërmuese e emigrantëve nuk ishin të akuzuar për asnjë vepër penale. Departamenti i Drejtësisë e ka justifikuar mbledhjen masive të ADN-s në kufi si të domosdoshme për zgjedhjen e krimeve. Nga ana tjetër, shumë ekspertë të fushës ligjore janë të mendimit se të marrësh ADN nga një 4 vjeçar dhe ta shtosh atë në Kodis bie ndesh me çdo qëllim të ligjit të emigracionit, duke e cilësuar si mbikëqyrje gjenetike. Si do të ndihesh ti nëse do ta dije që ADN-ja jote apo e fëmijës tënde është ruajtur në një databazë kriminale? Vetëm e vetëm sepse kërkuat një jetë më të mirë.